ndryshën brez me fat që jemi rritur në një kohë kur pulat lëviznin lirshëm në përoboret tona, ku një kotec pulash mbante më shumë se 5 ose 6 pula. Me fat që dikur kemi ngrënë vezë që e dinim se si bëshin, me fat që pulat që therin e dinim si i kishin mbytur. Tani çdo gjë ka ndryshuar. Ne kemi qenë me fat, por fëmijët tanë, jo. Fëmijët as nuk e dinë si rritet një pul sot, edhe për ne ka mbetur një kujtim i kohëve të shkuara. Tani nuk e dimë se çfarë ham, çfarë u japim fëmijëve, apo si t'ua shpjegojmë se vezët që ham dhe mishi i pulës nuk vjen nga një pula që lëviz lirshëm, po nga një pulë e torturuar e masakruar në përpulari. Unë jam teknolog ushqimor i specializuar në sektorin e rritjes dhe mbashtimit të shpejtëve, të pulave, si dhe përpunimit mishit. Ajo çfarë kam parë në vendet ku kam punuar, jam shumë larg asaj që shkruhet në etiketë. Pas lajmeve për salmonellë, për filetën e pulës, që bëjnë namin e rrjet, vendosa të tregojnë në të vërtetë. Për t'u vërtetuar se salmonella është problemi më i vogël për momentin. Hallkat e tjera janë kuthër e qameti. Me që e nisëm historinë, e dini ju se shumë vite më parë duheshin 70 ditë që pulat të arrinin peshën mesatare të mishit mbi 2.5 kg e më pas që të duheshin gati për therrje. E dini për sa ditë e arrin sot këtë peshë? Për 47 ditë maksimumi. Them maksimumi se ka pulari që e nxjerrin edhe më herët. Si mund të ndodhë kjo? E po industria e mishit është e pamëshirshme për rritjen e konsumit. Kërkesa është shumë e lartë. Ndaj mënyrat për ta bërë gati një zog për tre kanë avancuar shumë. Kanë avancuar për keq, për shëndetin e pulave dhe konsumatorëve dhe për mirë të kompanive. Kam punuar në shumë vende. Pulari, fabrika të përpunimit të mishit, kam inspektuar thetore e tregje ku shitet gjëja e gjallë, kur punoja në shtet. Ka një keq kuptim të madh për punën e mishit. Shumë mendojnë se ajo që ham është e vendit tonë. E keni gabim. Në Shqipëri pjesa më e madhe e mishit, sidomos ai i pulës, vjen nga importi, sepse oferta vendase nuk e përpallon dot kërkesën e konsumatorëve. E me që propagandohet për mishin e kujt shumë, jo mos e hani se është me kancerogjen, e tjerë, dakord, mund të jetë, por nuk është më i mirë ai i pulës, më besoni. Sado që ta pastroni, sado mirë ta gatuani, apo sado me merak ta keni për zgjedhjen të dyqani juaj i besuar, nuk jeni të mbrojtur ndaj asaj që ndodh në pulari. Procesin e rritjes nuk e kontrolloni dot. Ndaj ajo që ju serviret mund të jetë shumë e rrezikshme. Një nga problemet më të mëdha që flitet më pak, se kryesisht dëgjojmë për salmonellën, është Campylobacteri. Dhe ky është një infekcion që nis shumë më herët se sa të shkojë në markete apo në pikat e shpërndarjes së mishit. Një nga pikat e rrezikut është pikërisht në pularit dhe fermat ku rriten zogjt. Ngrënia e shpendëve, mishit ose vezëve të papërpunuara ose kontaminimi i kryqëzuar i ushqimeve, si për shembull përdorimi i cënjëtës dras prerëse, ose enguzhinet për shpendët e papërpunuar, ose mishin dhe perimet palar janë mënyrat më të zakonshme për të infektuar. Edhe një pikë lëng nga shpendët dhe mishi i papërpunuar mund të ketë mjaftueshëm Campylobactere në të për të infektuar një person. Pula standarde rriten në ferma industriale. Pulari që mbajnë deri në 40.000 zogjsh, që rriten në të njëjtën kohë në një harë kohor maksimumi prej 47 ditësh. Shpesh ndodh që e kanë si afat të fundit edhe 42 ditë peshën e therrjes. Çdo zog ka më pak hapësirë në dysheme se sa mendohet. Ma jep pak atë letrën atje. Një zog
ka më pak hapësirë në dysheme se sa kjo fleta A4. Çmenduri. E imagjinoni dot një zog që rritet një hapësirë të tillë. Dhe pikërisht këtu nis infektimi me kampilobaktere. Kur shkojnë punojësit të mbledhin pulat që janë bërë gati për therje, kur hynë brenda ka një rrezik të lartë infektimi sepse janë shumë afër. Mjafton të prekësh njërin dhe e marrin gjitha, por edhe po nuk e preke, veshja në të cilën futesh brenda është mjaft e rrezikshme, se nëpërmes saj mund ta transmetosh. Dhe ta mendosh sa pak flitet për këtë bakter. Asnjë nuk e ka ndërgjegjen për ta ndaluar përhapjen e këtij virusi. E di pse nuk e kanë, se mungojnë stafet e trajnuara dhe të kualifikuara. Dhe kur ne ua kemi thënë pronarëve të pularive, ata nuk e marrin fare përpas. Kërkoni në Google për kampilobakterin, që të qëndrojmë dhe pak tek mbi popullimi i shpendëve dhe manin për të fituar në maksimum në kurrizë të shëndetit të njerëzve. Këto pulari bëhen aq shumë pis dhe janë aq të pista sa që shumë pula vuajnë nga sëmundje kronike të frymarrjes dhe vdekje nga amonjaku. Sa herë pothuajse janë rrëzuar për tokë nga era mbytëse e feqeve dhe amonjakut. Sytë nisën të më diqnin, isha futur në një pulari në të cilën duhet të kishin qenë mbi 20.000 pula të ulura, në heshtje, në dysheme para meje. Ato nuk lëviznin, nuk çukisnin, as nuk nxjerrin zë. 6 javë qëndruan në atë gjendje. E më pas gjejeni çfarë. Po, u bën gati për therje. Për të mbajtur shpendët gjallë në të tilla kushte të tmerrshme, pulave u jepen gati 4 herë më shumë antibiotik, se sa qenie njerëzore ose baktit. Dhe pavarësisht nga ilaçet, pulat shpesh ngordhin dhe zogjtë e ngordhur lihen mes të gjallëve. Ndodh ky procesi i manipulimit gjenetik që e quajmë ne, ku dynden me ilaçe për t'i bërë të rriten shpejt dhe të bëhen të mëdha, të kenë shumë kilogramish. Për shkak të këtij shtimi në peshë të përshpejtuar në mënyrë të panatyrshme, shumë zogjë të vegjël ngordhin nga sulmet në zemër dhe mushkritë e rrëzuara. Diçka që pothuajse nuk do të ndodhte kurrë në natyrë. Pastaj, brenda pularive, në thertorët ku ndahen pjesët e mishit, ç'të shohësh? Dysheme të mbushura me të brendshme zogjë, koka të prera, pula të ngordhura, e çfarë do lloj pjese që është burimi ideal i shpërndarjes së baktereve. Shumë e thjeshtë. Një punëtor atje i merr bakteret me çizme, me veshje dhe i shpërndan tek pjesët më të mira për tregtim. Zinxhiri i prodhimit është transmetuesi më i madh i baktereve. Po ka shumë raste që kur pulat bien në shesh, vjen sërish në vendin e therjes. Çdo fazë e prodhimit është shumë delikate. Nga therja, larja, ftohja, prerja dhe paketimi. Është një proces i gjatë në të cilin patjetër ka një hall të infektuar. Një pulë e rënë në dysheme rivendoset sërish në kutinë për kace pa u pastruar. Ndërsa pulat e mbetura nga supermarketet dhe të kthyera nga qendrat e shpërndarjes ripaketohen me mishin e freskët dhe dërgohen përsëri për tregtim. Kjo është e vërteta e trisht. Shikoni pak këto filetot, a janë lëvija të bardha? Shumë nga ju nuk e vënë re ndryshimin, por ja mund ndiqni mua. Njëra prej këtyre ka disa vija të bardha, tjetra jo. E shikoni këto vijat e bardha, e dini çfarë janë? Janë një alarm për të mos i ngrënë. Ja pse, po ju a tregoj unë tani. Vijat e bardha që gjenden në filetot e pulës, që i shohim shpesh në supermarkete, kryesisht ato të paketuara, janë tregues të miopatisë muskulare.
Ky fenomen shkaktohet si pasojë e ushqyerjes së shpejtë dhe rritjes në një kohë shumë të shkurtër të pulave, kundër çdo lloji ligji të natyrës. Pra çfarë bëjnë këta? I rrisin pulat në një kohë rekord që t'i bëjnë gati për treg, po me këtë maninë për të fituar sa më shumë, po na hedhin helm në kurrizin tonë. Një rritje e tillë ekstremisht e shpejtë shkakton bipesh tek pulat e përpasojë me shkatrimin e fibrave muskulare. Ky lloj mishi ka më pak proteinë për ata që i hanë se bëjnë palestër. Është gënjeshtër. Nëse blen këto fileto, ka më shumë yndyrna se sa proteinë. Cilësia më e ulët se në filetot e tjera në të cilat pulat mund të jenë rritur më të shëndetshme dhe më natyrale. Çrregullimi i vizave të bardha dëmton cilësinë e mishit në mas mbi 200%. Por çfarë është më e rëndësishme? Nëse shikoni këto vizat e bardha, njëherë duhet të kuptoni se kjo na tregon që pulat janë rritur në një ambient më me pak hapësirë. Janë ushqyer shumë keq dhe janë rritur në një pulari të tejbushur, me kushte të dyshimta. Nuk dua të dalë sikur jam kundër mishit pulës, apo të them mos e konsumoni më, është një nga mishat që përdoret më shpesh. Nuk ju them mos e hani, unë po ju tregoj çfarë ndodh. Ajo që dua është që të jeni më të ndërgjegjësuar për mishin që pini, ku e blini dhe çfarë po blini. Mos i besoni rafteve të bukura dhe paketimeve të bukura nga jashtë. Zgjidhni me kujdes vendin ku blini mishin.